Do të thonë nana çon terapi që paktën ta lëjë njënin ekran. Do të thonë po, ka dhe kësi raste ekstreme. Po, ne priremi ta edukojmë një gjenerat pa empati, pa simpati, pa ide për të bukurën, pa ide për të vërtetën, dhe me ndjenja zero për solidarizim njerëzor. Ka të vështira? Po, në fakt, robota jemi të produ, po. Jemi të u bo robota? Po. Fatkeqësisht. Cili do t'ishte mesazhi yt, Latif, sepse jemi te minutat e fundit të bisedës. E di që pothuaj se gjithë biseda është një mesazh në vete, por ndoshta për me e përkufizu këtë që diskutuam. Po mesazhi im do t'ishte për prindërit. Po. Prindërit me që ne, gjenerata jonë, ne i kemi gjetë, do të thonë, rrjetet sociale na kanë gjetur neve, e jo ne ato. Dhe ta kujtojmë faktin se fëmijët e tonë rriten me ato. Me që jemi gjenerata intermediare, mes gjeneratave që s'kan pas rrjete sociale, dhe gjeneratave që janë në zhvillim të vrullshëm të rrjeteve sociale. Ti marrëmi fëmijët dhe ti edukojmë me vlerat vërteta, artistike, intelektuale, edhe besa dhe shpirtnore. Ti krijojmë atyre precedent ditor për më marrë shumë ma shumë me çështje të tjera se sa me rrjete dhe do të thonë me çështje digjitale. Dhe ta japim maksimumin për ta ngritë zërin. Karshi institucioneve, që edhe ato ta bëjnë punën e tyre. Qoftë në mbledhje të prindërve, qoftë nëse punojnë në për institucione shtetënore ta ngrisim, si shqetësim aty, se ky është një fakt dhe një problem global. Mirë po, në këtë Kosovën tonë, në këtë, si me thonë, ujdesën tonë, ku jemi ne, me që imagjinojmë tjetë një copë ku do të mbizotnoj paqja dhe hareja, atëhere ta gatuajmë atë. Se nëse nuk e gatuajmë, ajo do të bëhet një zonë ushtarake. Kënaqësi që të pata këtu. Latif, faleminderit për gjitha këto që ndalën. Kënaqësi edhe për mua, ju faleminderit. Shpresoj që